Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka pranuar kërkesën e SPAK dhe ka caktuar 2 masa sigurie për zëvendës kryeministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, pezullim nga ushtrimi i detyrës dhe ndalim të daljes jashtë vendit. Vendimi është dhënë nga gjyqtari Erion Çela me kërkesë të prokurorit të çështjes Dritan Prençi. Masa ndaj Ballukut vjen pas zyrtarizimit të akuzës me 31 tetor ku SPAK e mori të pandehur për shkelje të barazisë në tendera në dosjen e tunelit të Llogaras. Hetimet dyshohen se kanë zbuluar ndërhyrjen e ministres në proces me qëllim përcaktimin e fituesit të tenderit, i cili u anulua fillimisht në vlerën 140 milionë euro dhe u rishpa më pas një kosto më të lartë prej 190 milionë eurosh. Përveç kësaj, Balluku po hetohet edhe në lidhje me lotin 4 të Unazës së Madhe. Emri i saj doli gjatë hetimeve të thedhuara ndaj zyrtarëve të autoritetit rrugor shqiptar, të cilët akuzohen për shkelje të procedurave ligjore në përgatitjen e kritereve të tenderit. Në dosje përmenden bisedat e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave që sipas SPAK janë udhëzuar të ndryshen kriteret në kundërshtim me ligjin duke favorizuar përcaktimin e fituesit. Sipas prokurisë, Balluku ka anashkaluar delegimin formal të kompetencave dhe ka vepruar de facto si titullare e autoritetit kontraktor, duke orientuar procesin e tenderimit. Ky konstatim rëndon pozitën e saj ligjore dhe justifikon masat e vendosura nga gjykata, të cilat do të mbeten në fuqi deri në përfundim të hetimeve. Ndërkohë, për të 2 zyrtarë të lartë të institucioneve publike janë caktuar masa të rënda sigurie, arrest shtëpie për kreun e ARSH-s Gentian Gjylin, si dhe Eral Telezin, drejtor aktual në Kesh. Të dy dyshohet se kanë bashkëpunuar në shkeljen e procedurave dhe në zbatimin e udhëzimeve të Ballukut. Tuneli i Llogaras, projekti për cilën po hetojnë zyrtarët, është një nga investimet më të mëdha infrastrukturore të 5 viteve të fundit që synon të lidhë Vlorën me zona turistike të jugut. Hetimet ndaj tij kanë hapur një nga dosjet më të rëndësishme të SPAK-ut për korrupsion në nivel të lartë.